Bismillahirrahmanirrahim. Gjatë trajtimit të temës, unë i përmenda se bamirësia është dy llojesh. Bamirësia e parë ndaj prindve që janë të gjallë dhe bamirësia e dytë ndaj prindve që janë të vdekur. Aty nuk kemi ndonjë argument të qartë që duhet me falë namaz për prindrit e vdekur. Në trajtim të kësaj teme përmendet se bën me agjeru për prindrit e vdekur, jo Ramazan kështu të plot, po ditët që ata i kanë premtue. Ata janë zotue që kanë me agjeru, për shembull, nëse Zoti na begaton me një nep apo një mes, do të agjeroj një javë ditë apo 10 ditë. Për shembull, nëse bëj kulmi mbi kokë, do të agjeroj një javë ditë apo 2 javë ditë. Nëse bëj këto kështu, agjerimi i premtuar apo i zotuar, që janë zotu se do të agjerojnë, dhe nëse ne dim, në këto raste po, sepse ajo është detyrim. Për ndryshe, kështu me falë, me ngritë, me falë namaz për ta, pse ata nuk janë falë. Jo, bën dua, kërko falje për ta që Allah t'i falë, jep sadaka për ta, e kështu me radhë.